Një moment i papritur ka tronditur shtëpinë e Big Brother VIP, duke lënë banorët pa fjalë dhe publikun në ankth. Gjatë orëve të fundit, në shtëpi ka mbërritur një zarf i zi, i cili gjithmonë shoqërohet me vendime të forta dhe situata që ndryshojnë rrjedhën e lojës. Banorët janë mbledhur të gjithë në living, teksa tensioni ndihej në ajër. Askush nuk e dinte se çfarë përmbante zarfi dhe çfarë pasoje do të kishte për lojën e tyre. Me hapjen e zarfit, produksioni ka dhënë një vendim drastik që ka tronditur jo vetëm banorët, por edhe publikun që po ndjek me vëmendje çdo zhvillim. Sipas njoftimit, një nga banorët duhet të largohet menjëherë nga shtëpia. Ky vendim ka ardhur pas një situate të ndodhur së fundmi, e cila duket se ka kaluar kufijtë e rregullave të formatit. Edhe pse detajet nuk janë bërë plotësisht publike, reagimet e banorëve tregojnë se bëhet fjalë për një moment shumë të rëndë. Disa prej tyre janë shprehur të habitur dhe të prekur emocionalisht, ndërsa të tjerë kanë reaguar me heshtje, duke treguar qartë tronditin që ka sjellë ky vendim. Nuk kanë munguar as debatet, pasi disa banorë kanë mendime të ndryshme mbi drejtësinë e këtij vendimi. Ndërkohë, në rrjetet sociale fansat kanë shpërthyer me komente, duke diskutuar dhe analizuar çdo detaj. Shumë prej tyre janë shprehur se nuk e prisnin një vendim kaq të fortë në këtë fazë të lojës, sidomos kaq pranë finales. Ky zhvillim pritet të ndikojë ndjeshëm në dinamikat e shtëpisë. Aleancat mund të ndryshojnë, raportet mes banorëve mund të tensionohen edhe më shumë dhe loja mund të marrë një drejtim krejtësisht të ri. A do të zbulohet më shumë rreth arsyes së këtij largimi? Si do të ndikojë kjo në rrugëtimin e banorëve të tjerë drejt finales? Një gjë është e sigurt, Big Brother VIP vazhdon të surprizojë dhe të mbajë publikun të gozhduar pas ekranit me zhvillime që askush nuk i pret.